Sot ne jemi mbledhur këtu t'ju tregojmë ambasadave të huaja që gjenden në shtetin e Maqedonisë së Veriut se ushtria shtirimtare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale. Ushtria shtirimtare e Kosovës ka qenë ushtri shtirimtare e cila mbrojti kombin e vet, vendin e vet dhe qytetarët e vet. Ne sot jemi këtu për ta ngritur zërin si çdo protestë. Kjo protesta e fund vitit që është sot në Shkupin e shqiptarëve, apo mund të thëmë në Shkupin e Hasan Prishtinës, Skënderbeu, tu kemi përpara shtatorës Skënderbeu, i cili na bashkoi edhe në vitet më të hershme, edhe sot ne u bashkuam si gjithë shqiptarë që e din të bashkohemi për njëri tjetrin. Kjo gjykatë e formuar nga një njeri i çmendur, i cili në vitin 2011 ngriti një rezolutë në Parlamentin e Evropës, në Këshillin e Evropës, se gjëja ushtria shtirimtare e Kosovës ka bërë krime dhe ka jek organe njerëzore në Shqipëri në një shtëpi të verdhë. Me siguri se shtëpia si objekt ekziston, po spital shtëpia s'ka qenë. Dhe ne sot me këtë numër kaq të madh të vëllezërve dhe motrave që janë këtu sot dhe në gjitha protestat e kaluara i tregojmë drejtavillove se ushtria shtirimtare e Kosovës boron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne.